Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Ori BBI habit me deklaratën. Ka politikan në opozit që ish deputetja e Partisë Demokratike Ori BBI deklaroi se sot është e vështirë të gjesh persona që kanë pasur pushtet politik në Shqipëri dhe që mund të kenë pasur moral të pastër. Rastet e fundit rrënjosen përfundimisht me perceptimin që kurse si politika nuk i shërben popullit, përkundrazi, problemi është që edhe trashëgimia e asaj çfarë ishte më parë nuk është dinjitoze dhe të gjitha aferat që ndodhin dhe përmendjet e përfshirjes së të gjithëve nuk i jep moral palve. Tani, këto janë të gjithat blera dhe të shitura. Ku ka më politik për qytetarët? Këto nuk e beson as Macja. U shpren Ori. Këtu ke edhe emra aktiv sot, se kjo është perla e perlave që kanë ekzistuar vetëm në opozit dhe a miliarder, që është tjetër muhabet. Prandaj më vinë mesazhe gjithkohës dhe më thonë më mirë të iki. Shtoj ajo.